Sot është bërë samitit i diasporës, një samit I cili për faktin që kemi gjysmën e popullsisë jashtë, neve jemi 2.300.000, janë 2.300.000 të tjerë jashtë, është një fakt shumë I mirë. Ka një karakteristik diaspora jonë që është e gjitha fuqi prodhuese, janë që të gjithë njerëz të cilët kryesisht janë të aftë për punë, duke bërë që tregu shqiptar të varfrohet. Por gjithashtu ka një karakteristikë, është e pabashkuar. Fakti që Rama po përpiqet t'i bashkojë ka lidhje me një diasporë tjetër shumë të fuqishme. Bëhet fjalë për diasporën izraelite. Dua të përmend këtu thënien e një ish kryeministri izraelit, ministër, nuk e di çfarë është ashtu, I cili thanë nëse na heqin për krajën e Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne kemi një diasporë aq të fuqishme sa që të na mbuloj ato çfarë më përpara na jepte Amerika. Dhe këtu flasim për një diasporë e cila fillon nga Rothschildët, njerëzit më të fuqishëm financiarisht mendoj me një pasuri e cila është e diversifikuar dhe është e vështirë të llogaritet. Pasaj pa kaluar te pronari I Facebookut që ka tashmë dhe Instagrami Zuckerberg e të tjerë një miriad pasanikësh Izraelit. Për shembull, njeriu më I pasur në Itali është hebre. Mos gaboj, gruaja e tij është hebre. Është pronaria e kontenierëve MSC, mos gaboj. Por jo vetëm, janë në Francë njerëzit më të pasur, në Gjermani njerëzit më të pasur, në Shtetet e Bashkuara natyrisht, në Rusi njerëzit më të pasur dhe natyrisht që janë një diasporë që kontribuojnë për vendin e tyre. Dua të sjell këtu tregimin e një ambasadori ton në një shtet të rëndësishëm evropian, nuk po I përmend emrin, I cili tregonte se si një përfaqësues I Izraelit kishte ardhur dhe kishte grumbulluar diasporën e këtij vendi, kuptohet që të gjithë milionerë, mes tyre dhe miliarderë, dhe thoshte, shteti I Izraelit ka nevojë për këtë gjë. Shteti I Izraelit ka nevojë që ta ndihmoni në fushën e medias, ta ndihmoni në fushën e marrëdhënieve me industritë e armatimit, ka nevojë ta ndihmoni me para. Edhe këta miliarderë rinin dhe e dëgjonin dhe pastaj firmosnin çekun. Në qoftë se do ta bënte e para punës, në qoftë se do krijojë një fond I tillë në Shqipëri, do fillonin direkt thënjet që e vodhën, e kaluan te pasuria e tyre, e manipuluan. E dyta, direkt po të shkonte një përfaqësues I shtetit shqiptar, për shembull I qeverisë Rama, do fillonin, ti djalë komunisti, ti komunist, u bët ju, po të shkonte I Berishës, u bët ju, klysht e Berishës, juve që doni t'i villni për vete. Kjo është historia jonë. Dhe pasaj kemi një diasporë e cila nuk është e lidhur fare në mërgim. Dua të përmend këtu diasporat greke, nuk po kaloj te ajo hebre, po marr një të ngjashmin ton, një fshin tonin. Deri para 120 vjetësh kemi qenë të dy palët barim, maleve të Epirit. Ata arritën krijuan një diasporë e cila bëri edhe një lob I cili arrin në majat më të larta të qeverisë të Shteteve të Bashkuara dhe ndikon për sa përket këtyre politikave. Neve kemi mbetur në diasporën e Çiftelive dhe të Isove, ku asnjëri prej nesh nuk ka ndikim në sferat e larta të politikës amerikane. Ne I bëjmë qefin vetes. Gjithsesi, mbetet për tu përshëndetur kjo iniciativë e Ramës, shpresoj që të krijojë një lloj uniteti. Edhe një rast timin duhet t'ju tregoj, kur vajta një herë në Rimini, aty kishte 6 shoqata shqiptarësh. Rimini, një qytet I cili në periudhën e dimrit është qytet turistik. Tashmë I ka rënë edhe ajo madhështia e dikushme. 6 shoqata shqiptarësh. Ndërkohë, marokenët kishin një shoqat për çdo qytet kryesor. Dhe këtë e kam prej funksionarëve italianë që më thoshin që shqiptarët duhet të bashkohen, sepse, për shembull, ambasada marokene te neve ka ndikim, për sa I përket gjithë favoreve që duhet të ketë emigracioni maroken, sepse ata janë në gjendje që nëpërmjet shoqatave të ndikojnë në votën tonë politike, por gjithashtu edhe të kenë akses në politikan dhe në administratë. Ne nuk e kishim këtë, nuk e kishim sepse shqiptarët kudo duan që të jenë të parët.
mendoj që kjo mundësi duhet të ndryshojë. Si gjithmonë në fund ju rikujtoj të bëheni pjesë e kanaleve tona online, dritare TV dhe të kanalit Rutina Xhunga. Faleminderit.